Po vazhdojmë tutje. Po e kemi, siç e thamë edhe më herët, Tonin Driton Kelmendi, që është përgjegjës i zyrës një mjek që është qendra konsulencës mjekësore. Driton, hajde, mirë mëngjesi, mirë se erdhe. Se sot na kanë bon lug kuvendi, jena në pritje tentativa e 11. Qysh je sot? Mirë, faleminderit. Mirë se na erdhe. Mirë se gjetëm. Pra edhe njerë po e përsëris se thamë edhe në fillim të këtij edicioni veç i afrohesh pakës mikrofonit, lutem. E kemi zotin Driton Kelmendi, që është përgjegjës i zyrës së një mjek në Prishtinë, pra siç e dini një mjek qendra konsulencës mjekësore që ndihmon edhe asiston të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës në këtë rast për të trajtuar sëmundje të ndryshme të cilat jo rrallë nuk mund të trajtohen qoftë në QKUK apo në përgjithësi në Kosovë. Pra do të flasim në këtë edicion frekuencës për këto rastet e shpeshta që fatkeqësisht janë me fëmijë, që janë kryesisht raste emergjente, si ndodh edhe si vjen deri të rregullimi i dokumentacionit për spitale, kontakti dhe gjitha këto, do të na flas Driton Kelmendi. Driton, po flasim sot për këtë që e tham, fatkeqësisht janë raste shumë të shpeshta të sëmundjeve tek fëmijët. Si ndodh deri te momenti kur një qytetar lajmërohet tek qendra konsulencës një mjek në Prishtinë, edhe sigurisht çdo sëmundje kërkon një farë lloj emergjence, shpejtësie etj. Sa shpesh ndodh me u drejtu tek ju? Përshëndetje, mirë se gjetëm. Të them drejtën, ndoshta nuk është gjë e mirë po për shkak që nuk kanë mundësi të trajtohen në institucionet tona publike në QKUK. Atë rastet të cilat janë raste troma drejtohen tek ne mundohemi përmes zyrës tonë qendrore, e cila është në Stamboll dhe zyreve tjera, si në Prishtinë dhe në Tiranë, në Shkup, mundohem që sa më shpejt dhe në kohën më të mirë që t'ju përgjigjemi për kërkesën cilët e kanë familjarët, sidomos për rastet e fëmijëve të cilët kërkojnë trajtim urgjent. Po cilat janë ato raste me cilat ju si qendër konsulencës mjekësore një mjek tash sa vite keni përvojë me këta pacient me fëmijë me sëmundje të ndryshme, cilat janë ato urgjenca që mbase tek ju kanë kërkuar që t'i ndihmonit, konsultohen me ju dhe t'i propozoni spitalet në Turqi me cilat ju bashkëpunoni? Përvoja jonë, cilën e kemi që shumë vite, të si Agjencinë e Turizmit Shëndetësor, rastet, sidomos në rastet me probleme me zonë të fëmijët me zemër, ose rastet me transplant të veshkave, edhe gjitha sëmundjet tjera, sepse në Turqi trajtojnë të gjitha sëmundjet, kemi raste që kanë kërkuar që mbrana ditës të udhtojnë. Atëherë ne jemi mundu që të bëjmë organizimin sa më të mirë dorë, të gjejmë mjekët, spitalet, trajtimin, i cili do të bëhet adekuat për te sa më mirë, dhe kemi pas raste që brenda ditës kanë udhëtu për transplant të veshkave, i cili në raportin konsular shënon që është për transplant veshkave, mirë po ai fëmijë ka shpëtuar dhe veshka nuk është bërë transplant. Do të thonë për shkak që ka ata janë lajmëruar ko, ju keni reaguar me shpejtësi? Pra kjo është një organizim i përgjithshëm i të gjithëve. Mjekët këtu e kanë kryer punën shpejt, do thotë kanë dhënë një udhëzim që do të trajtohet urgjentisht, minutë e para. Pastaj ne me eksperiencën tonë cilën me kemi në organizim dhe gjithsesi edhe familjarët me vullnetin e tyre kemi arritur që gjithë bashku si ekip të realizojmë dhe nuk i kemi vetëm një rast, kemi shumë raste që cilët kanë arritën me pasën një sukses të lartë në trajtimin e tyne, po sidomos në rastin e transplantit veshkave kemi rezultate cilët janë nisë në udhëtim për transplant, mirë po janë kthye pa u bë transplanti dhe ka shpëtuar veshka dhe sot vazhdojnë jetën në mënyrë normale. Do të thonë kësaj thuhet edhe një farë lloj fati në fatkeqësi. Ne me punën që të bëjmë si ekip, mundohemi që këto fatkeqësi të shndrojmë në punë, në organizim dhe të bëhen pastaj edhe fat, edhe mrekulli, edhe suksesi. Driton, në momentin kur pacienti apo prindi i fëmijës të lajmërohet tek ju, që përndryshe për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit në ekran do të keni numrin dhe webfaqen www.njemjek.com, që është faqja zyrtare e qendrës së konsulencës mjekësore. Pyetja për Dritonin është nga momenti kur pacienti
pacienti telefonon apo prindi pacientit në +33 48 333 752 dhe tregon që fëmiu i tij ka nevojë urgjente për trajtim mjekësor në Turqi, cilat janë procedurat me të cilat ju vazhdoni nga ai moment? Në atë moment, fillimisht marrë me raportet mjekësore, të shumë fillimisht ekziston personi, kush është personi, çfarë problematike ka. Ai duhet vi takohet fizikisht. Mund vit fizikisht, na takoj, mund edhe të na dërgoj përmes linjave tona të komunikimit. Gjitha raportet mjekësore, CD-ja cilat i ka, dhe ne në kohën sa më shpejt, sa më shkurt, gjithë si ekip përgatit me organizohemi dhe adresojmë problemin në adresën e duhur dhe të caktuar, dhe në kohën sa më shpejt, me që është rasti urgjent, mundohemi të marrëmi përgjigje jo të vetëm nga një spital, por nga disa spitale, edhe kjo është një shansë e madhe për pacientin që ndoshta brenda ditës ose brenda 24 orë t'i ketë disa përgjigje të duhura dhe e ka shumë më lehtë të vendosë se në cilën vend do të trajtohet dhe cilën mund me qenë mjeku edukat për trajtimin. Cili është bashkëpunimi me institucionet tona shëndetësore? Ka mirë kuptim apo ndonjëherë ndodh që përballeni edhe me pengesa, sepse nga ajo që kemi dëgjuar nga pacientët, sepse këtu po jetojmë, ndonjëherë ka vonesa. Sot e patëm një zonjë, një nip i tij për 20 e sa herë ishte operuar nga këmba, thotë që një javë janë duke marrë për shembull në spitalin ÇKUK, i kanë thonë që po shohim, po bëjmë mirë, po në këto raste 7 ditë janë jetike, një minutë ndonjëherë është jetik, le më 7 ditë. Ne duhet të respektojmë institucionet tona cilat janë. Mirë po, fatkeqësisht, shpesh po ndodhemi që ka neglizhenca të paarsyeshme. Sepse nëse është neglizhencë ose është mos funksionimi i punës në mënyrë normale, për shembull, për të marrë një raport konsular, duhen 3 nënshkrime të 3 mjekëve. Mund njëri prej tyre mos me qenë fizikisht e tjetër, është tjetër procedurë. Mirë po nganjëherë nuk i kuptojmë disa neglizhenca dhe me të vërtetë kishmi bërë thirrje që të jenë ma vigilent dhe ma korrekt në punën cilët janë të obliguar për ta kryer institucionet publike shëndetësore të Kosovës. E kemi përmendur edhe herë të tjera që si qendër e konsulencës mjekësore një mjek, sidomos për persona në moshë, të cilët fatkeqësisht në këto vitet e fundit ka shumë që jetojnë vetëm, ku themi problemi financiar nuk është problem fare, mirë po nuk i kanë njerëzit të cilët i shoqërojnë. Ju si qendër e di që me ekipin e juaj në momentin kur aterohet në aeroportin e Stambollit, i merrni, i akomodoni nëse është nevojë, nëse kërkohet trajtman mjekësor më shumë më gjatë, gjithashtu siguroni edhe përkthyes profesionist për të përkthyer gjitha këto raportet mjekësore që i kanë pas nga spitalet apo mjekët në Kosovë tjera, apo jo? Ne gjatë bisedës me pacientët, me personat që të kërkojnë konsult nga ne, e kuptojmë edhe gjendjen e tyre ndoshta të jetës së përditshme. Dhe kur kemi raste të moshave të ndryshme, cilët ndoshta nuk ka persona që mund me asistue në ndihmë ose ta shoqëroj në trajtimin e tij që do të bëhen në Turqi, ne kemi parasysh dhe kemi një kujdes më të veçantë, mundohemi që t'i ofrojmë kushte sa më komude, përveç kushteve të cilat janë standarde, pra termini spital, pritja në aeroport, përkthimi gjatë kohës së nevojshme për përkthim, transportin nga aeroporti në spital ose dhe anasjelltas, gjitha, pra këtu janë standardet punës tonë. Mirë po, personat që e vrem që kanë nevojë më të lartë për një asistencë, atëherë ekipa në Stamboll e kanë shumë parasysh dhe ne ju dërgojmë informatat e duhura dhe ata janë vazhdimisht në asistencë dhe në shoqërim tyre deri në kthimin e tyre në përsëri në vendin tonë. A keni hasur ndonjëherë gjatë përvojës tuaj në ndonjë sfidë, themi, me pacientët, qoftë me prindër të fëmijëve, qoftë me të rritur, sepse fatkeqësisht kur bëhet fjalë për fëmijën edhe prindrit janë më të ndjeshëm, ju duket sikur nuk po bëhet kur gjë për ta etj. Edhe në fund kanë kërkuar falje sepse keni bën një mrekulli qoftë me kohën, sepse e di që themi falënderimi i takon vetëm Zotit, kjo fillon me këto, mirë po edhe mjekut ndonjëherë, sepse kur po ndodhin neglizhenca pifajsoj mjekt. Është ashtu. Gjithsesi, ta dim ja u dhon meritat edhe juve si ekip, si qendër konsulencës mjekësore dhe mjekëve, edhe secilit që bën atë. Ne mundohemi të parandalojmë çdo problematikë që më të na shfaq gjatë punës tonë.
e kemi parasysh sepse fillimi është pak më i vështirë, gjatë trajtimit pastaj ndron gjendja dhe përfundimi gjithsesi ka një lumturi, ne e vrem edhe emocionalisht reagimet e tyre. Kemi shumë raste që në fillim duket që ndoshta nuk po kryejm punë si do të, pastaj gjatë trajtimit e vrejnë vetë që punët janë të rregulluar, janë termine caktuar, bëhet trajtimi i duhur si duhet me protokoll. Dhe pastaj në përfundim, kur të përfundojnë ngjarjet, atëherë ose trajtimet tyre janë më të buzëqeshun, janë falendërues, gjithsesi kërkojnë mu taku me ekipen, me kërku falje nëse kanë ndonjë presion, me taku mjekun përsëri, me ftu mjekun me ardhen familjarisht bie fjala vendin tonë, ne prit si mosafer në shtëpinë e tyre dhe ne kemi rutinë të punës. Rutinë e punës. Edhe është normale për neve. Në farforme kemi kuptuar dhe psikologjinë jashtëzakonisht mirë të gjendjes pacientëve dhe në bazë të sjelljeve të tyre edhe ne i kemi sjelljet tona. Mirë, po gjithsesi kemi parasysh që ata janë ngarkuar dhe ne i mirë kuptojmë. Sigurisht sot kemi folur më shumë dhe po flasim rreth këtyre trajtimeve mjekësore nga spitalet më të njohura në Turqi, gjitha këto përmes urës lidhëse që janë ekipa e specializuar e një mjek. Mirë, po përveç kësaj sigurisht si qendër e konsulencës mjekësore keni bashkëpunime të shumta me shumë spitale në Turqi, cilat janë kërkesat më të shpeshta për intervenimet themi në këto spitale, e të cilët drejtohen tek një mjek. Rastet urgjente të fëmijëve si problemet me zemër, transplanti veshkave, ortopedia, problemet me kancerin, problemet të smundit, thjesht në Stamboll ose në Turqi trajtohen gjitha smundit. Dhe pacientat kanë kërkesa të ndryshme, mirë po ne i cekëm që qelizat staminale, transplanti veshkave, problemet me zemër, ortopedia, hematologjia, janë një prej degëve cilat me të vërtet ka shumë sukses dhe ne jemi në fokus të jashtëzakonshëm që punë të kryen si duhet me protokoll dhe mos të mungoj suksesin në fund të punës që la bëhet. E mira, sigurisht që do të ishte që si shtet që jemi 26 vite lirit i kemi gjitha mundësit në këtë rast sa i përket trajtimeve mjekësore, mirë po, një mirë në këtë është që kemi pas fatin që Turqia tjetë shtet mik i yni dhe edhe në kohën kur kemi pas nevojë për viza, me Turqinë s'kemi pas nevojë, edhe kjo mbase edhe ka lehtësuar procedurën për të ardhur deri te tretmani mjekësor përmes qendrës juaj një mjek. Me të vërtet kjo është lehtësi e madhe, sepse ne kemi raste që në mëngjes na vinë në zyre, dhe thotë unë du të udhtoj sot. Dhe pacienti pas dite udhton në spitalet më të mira, me mjek më të mirë të fushës dhe me të vërtet trajtimin e merr ashtu si duhet me protokoll dhe në fund pas disa ditëve ose pas disa javë gjithë bashku kthehemi të lumtur dhe normalisht edhe i kremtojmë nganjëherë ose i festojmë këtu sukseset që janë përbashkëta. Pra tha dhe drejtoni në fillim dhe dim të gjithë se edhe Turqia është një prej atyre destinacioneve ku turizmi mjekësor është goxha shumë i zhvilluar. E keni edhe njëre përsëris web faqen www.njemjek.com. Në kryet e faqes e keni numrin e telefonit +383 483 33752, ndërsa në fund të faqes, në krahun tuaj të majt e keni metodën përmes WhatsAppit apo butonin WhatsApp, ndërsa në anën e gjathë përmes Viber dhe çdo informacion do ta keni nga ekipa e një mjek për çdo konsulencë që keni, që sigurisht gjitha këto që janë ma të thjeshta i merrni mes telefonin, ndërsa detajet duhet takoni drejt për zreti, besoj. Drejton, nëse kemi diçka për fund? Dashta shtoj që Turqia vazhdimisht bën investime në teknologji, sidomos në teknologji mjekësore, unë kam jetuar shumë vite atje, edhe një sistemin edhe publik, edhe privat sistemin shëndetësor, ka një sistem të jashtëzakonshëm, një punë të jashtëzakonshme që e bëjnë, sidomos edhe për personat që vinë nga Ballkani, ata kanë një konsiderat, do shta edhe pak më të lartë për arsye të shumë arsye që i kemi, kultura përbashkët, e kalumja jonë e gjatë historike e tjera, pra gjitha këtu e bëjnë që punë të kryen si duhet dhe në fund të mundohemi të arrijmë suksesa më të lartë. Falenderoj edhe njëherë shumë që ishe me ne. Gjithashtu i falenderoj. Ju priftë mbara. Shihemi në emisionet të radhës. Tëng. Suksesa ju. Drejton Kelmendi, përgjegjës i zyrës së qendrës së konsulencës një mjek në Prishtinë.
Folëm pakës për turizmin mjekësor në Turqi dhe trajtimin e sëmundjeve të ndryshme në këtë rast tek fëmijët, sëmundje këto të cilat jo shpesh, apo themi rrallë nuk ka rëndësi, shpesh apo rrallë mirë, po ajo që ka rëndësi është flasim për sëmundjet që kërkojnë tretman mjekësor jashtë vendit. Në këtë rast, qendra konsulencës mjekësore një mjek e bën të mundshme bashkëpunimin me spitalet më të mira në Turqi. Klikon në www.njemjek.com ose telefonon në +383 48 333 752. Nuk pret sëmundja.